krejt shoqnia. Hajde pak me depa, hajde me tupana, pona lululia, kallën e krejt shoqnia. Hajde pak me depa, hajde me tupana, prandri e lulia, kallën e krejt shoqnia. Faleminderit shumë, faleminderit, zonja dhe zotri, najem, hajde mëra. Jo, po më pëlqen ma mirë me najt me Vikin që tu, edhe me dëgju muzikë, ta mbajmë qështu këtë atmosferë. Me të vërtet, a je i sigurt se unë e vazhdoj, zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'ju ajo. Mirë mbrëma Lora, mirë mbrëma Viki, edhe hajde najem se pa ty Badiova, pasha zote. Pe ushtroj me Vikin pjesën. Tekstin, hajde. E ka qitë për para, dohet bashkë ta ushtrojmë, ta vazhdojmë. Po, ma pjanë me qirë. Dada najem, a qishë në pjanë, se dada kule është ajo. Mirëmbrama Mihrie, mirëmbrama Lora, mirëmbrama të gjithëve, mirëmbrama Kosovë, mirëmbrama Shqiptar, kudo që të jeni e nga të që të jeni. Jemi këtu në sheshin e fjallës së mire, këngës së bukur, këtu në Odeon, në radio televizionin 21. Jemi bashkë me spektatorin, telespektatorin që në ndjek gjithandej, jemi një armat të tërë që përkujdesemi që në këtë vikend të kaloni sa më bukur me një spektakl që në gërthën e vete shumë qka të bukur. Ku ka këngë, ku ka humor, alegori, satir, ku ka mysafir tepër të veçantë, ku ka këngëtar që promovojnë gjërat e tyre të bukura, e shumë qka tjetër në mënyrë që edhe nesër në mëngjes, jo vetëm këtë të shtunë, po dhe nesër në mëngjes, ti hap një syt bashkë me spektaklin tuaj. Odeon. Jemi këtu në këtë skenografi që është tër glamur, që është dorë vendore, që kjo është shumë bukur dhe kur e themi këtë, gjithmonë sjellim në mbamendjen tonë edhe një fakt tepër të rëndësishëm se jemi këtu bashkë të gjithë në këtë spektakël që realizohet nga një armatë e tërë, po bashkautor dhe kreator me sponsorët tanë që i falenderojmë nga zemra. Ju që nuk keni mundësi më na pa live në frekuensat e radio televizionit 21, mund na ndiqni mas 48 orëve, që kjo 48 orë nejse, në kanalin e YouTube-it në Odeon Show. 48 orë që nga ka traumatizu, najem. Po nuk paralizohet bashkë 48, të bojnë 50-55 këtu. Mirë, seriali i 20 në duket përfundoj. Përfundoj, sot. Më thonë sonte kur jemi bashkë në spektaklin tuaj, 20 seri i kemi shikuar të një komedie të madhe, tragikomedie që quhet Ku vendi ynë fatkesisht. E po, njerëzit nuk janë të lodhur nga puna, absolutisht, në jetë, po janë të lodhur nga kuptimi i jetës. Andaj, jep një kuptim jetës, duke punuar në vazhdimsi, gjithmonë atë për çfarë jeni bërë, atë për çfarë jeni specializuar, atë për çfarë jeni profesionalizuar, mos u përzini në punët të tjerëve. Mirë do të ishte me gjetë në një që nuk përzihet në punët e mia. Ka shumë rëndësi që të jemi real, mos harroni se për fatin e keq në këto kohra e vërteta tingëllon si një farloj komedie, e bëhemi rob të një emocioni tjetër mashtrus që ndërtojmë në vete sikur është mirë e të mos e prishim atmosferën. Ecim tute me spektaklin tonë. Do të vinë vazhdim. Pa humbur kohë. Lora ka vesh diku qa, që se pas të mikrofonin. Kalzo Mihri, ku se ka vesh Lora? Lora s'ka mikrofon për momentin, por e falenderojmë shumë kreatorën e re, Meliza Zeqiri, të cilën mund të gjeni në rrugën Muharrem Feza këtu në Prishtinë, por e gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram sidomos, me emrin Meliza.Zeqiri. Në numrin e telefonit 044 123-940. Që ka bon 123-456? Na e mam lejon edhe unë ta falenderoj një zonjë të vërtet që e dua fort edhe këtu nga sheshe i fjallës së mirë dhe këngës të bukur nga Odeoni, ta falenderoj shumë zonjën Hatixhe Bytyqi, e cila është me të vërtet një zonjë e vërtet dhe jep shumë energji pozitive. Faleminderit shumë e nderuar që ekziston, na ke bo një pushim fantastik në Amerikë. Shumë faleminderit për ty edhe familjen tënde. Ç'është të vërteta,
Hatijeja. Moj Hatije, moj Shamit kuqe. Hatijeja jeton në Amerikë, dikur kishin ikur nga sistemi komunist për fat keq, një periudhë jetës kaluar në Kosovë e më pas në Amerikë. Por është një natyrshike e pikturës dhe besoj që në fund fundit qoftë në largësi do ta shijojmë një lloj ekspozite të pikturave të saj fantastike që i ka bërë gjatë jetës së saj. Shkojmë pra me... Ecim tutje. Do vinë vazhdim ato që sjellin alegorin, metaforën, satirën, mbi të gjitha humorin edhe gazin në shtëpi tona. Ato janë dy artiste motra, Dada Hyr dhe Kulja. Përshëndetje, si jeni, ajni mirë, mirë se kjo orë. Sytë na u kanë qëru me të pa. Sa na ke mungu? Hello, Sa na ke mungu? Që për ty një zara. You is in Amerika e jetë ty. Bravo. Për ju një harë. Ama do qëkër ju. Shumë falimderit. Atë filloj me lexu Kulja dhe Hyrja. Dhe Dada Hyr. Hyrja në Odon me datën 21/05. E kom një lajmërim një me. Hajde. Lajmërim. Termini i fundit për mi hjek darnet e gata që u konë me 1/5, është ty për 1/6, nashta dhe deri me 1/7. O që the donët e gata. Po vjen buri pej pune. E po ma leni dhurot në hastal. Trak. Tak. Po shkën ma qanina e po t'ja nis më desh. Fërc. O desh. E po t'i hap durt edhe po më thatë. Bënëm qka dush. Une. Fap t'jam ledhe i krejt tesh atë t'i shtin ma qinë më la. E dhurata? Ma kish bje një kulet versejs. O, nuk thuhet Versace, oj e hupt, po Po? Versace. Ti gëzoju mëre që ka pas pare me të bleqë që. Po një kulet, ajo Po, thot. kuleta jame u bosi kepo në e. Se, sa? Ju la fin që e reo. Po sa herë që pe qeli po mlotoj në sytë. O, jo dhe rosh. Ja, rosh. Are, a? Dash një tina, ndoro tina, në rosh me një herë. Po më thët, zamër, sonte po du me konë një not e veçantë. Po du, tha me kërsit shpia. Unë e kap të ngjirën në shparet e ti kupi një 2 këfe me këkoshka. Ja, une muj me të kaldu që jëm ekspert në krevet. Në shtrat jëm ekspert. Si të bi, te në ka mosu në më qërë. Aj që ka pos, gjithmon ka me pos. Aj që s'ka pos, kër s'ka me pos. Ja, po, që aty mire ki? Po se kom fjallën për pare. Po? Paret vinë shkojnë, pa përmen të kres. Që aty halon ma mirë vile ki. A i ki po krejt bohen me rak për kilët e te për ta qekan. Po. Kërkush nuk bot me rak për ment e pak ta qekan. Shumë për ma shambull vetëm bre. Krejt senet, gjithë shka njët që kom posë në gisht vogël, më ka shku në gisht të mesëm. Ja pare u, baba të vate. Që tu kërejt më ka orë, tak, që? Qka je tu thonë bre? Thash hyrë, për shkoj për të blej një kënëp, furt. E për të gjoj një pëm të modhe, për të lidhe i kënupin, e për të maroj një huloq, e për të knor datë huloq, për të... O një thash burri tem, thash zemër bre, bo ma bre një kompliment, se po më duket vetja si plak i keqe. A di që më tha? Shikimin e kitë mirë. Jo mu jemi. Zamër tha shumë të du. Tha ti e shpia jeme.
Sytë tu, tha, janë dritaret e mia. Sa romantik. Goja ju të tha është dera ja. Ha. Gjyksat e tu, tha, janë përagje. Kërejt e ju t'ja thash, nalo i gjo, se pe di ku po të me dal, se ty veç pëdrum jam t'intereson. Po, edhe, qështu, i thash, a e tha, s'ka mo. E tje? Jo që të livdojna. Ke porzi të livdove, apo livdosh halo? Kështë të livdove. A di qa i thash burit? A di qa i thash? A di qa e nguca? Qka? Thash zemër, a më ndën, tha të dua. Po. A i kishe lon birat për mu? Tha po, tha i kishe lon. Nuk ishe ngajt ma mas grave tjera? Tha ju. Cigarën a i kishe lon për mu? Tha po. A ma kishe lon rrugën tonë, a ma kishe jep mu? Tha gjithë qysh. Thash e jetën tonë a kishe jep për mu? Tha po normal se qka leshe po më vynë mu kja jetë? Ja pas sa bosh një burri jem. Ne. Ti të djalli tha, babe, tha, ti tha raki spin? Jo. Duhan spin? Jo. Mu drogirat, s'po drogirat, është tha jo. E pe që kofi tha do me dek ti, bab? Djalli jem tha prej nanës tane. Gëzova dikon. Qa kanë full moshkujt për femna, edhe qaja u kanë këthy femnat atyne. Hajde për hajde. Moshkujt. Femna, mos u shqetsoni shumë nëse ngojna mas juve, se dhe mas tupit ngojna tha për më fund të shëtujna. Moshkuj, mos u shqetsoni shumë nëse ju thujna që ju dashurojna, jemi dashuru në juve. Se edhe në këpuca dashurumi, për masani i blejna 10 par tjera. E mame, shqipit! Që ata thëm une, zemra e madhe botën e fiton, mendja e madhe gjdo njeri e shkatron. Ej, valla.